Miqdashur, u rikthyem kështu në studio pas asaj këngët bukur nga Xhencila Ardian Bujupi edhe Noizi. Vazhdojmë shkoa që të flasim për ferma web. E kemi në linjë direkt te kolegun tim Ardian Jasiçi. Mirëmëngjesi Ardian, nëse po më dëgjon. Mirëmëngjesi. Si rall herë kështu në lidhje direkte, pa mundësi me të pas në studio. Megjithatë, falenderoj shumë. Faleminderit edhe për juve. Ardian, ke pas mundësi me pa mbrëm finalen e ferma web. Fituese e firma VIP3, Shpall Mimoza Ahmeti. Po e kam pa finalin e firma VIP-it. Nuk ishte ndonjë befasi, domethënë prej fillimit ka qenë njëri prej spektakleve ndoshta më të parashikueshme të mundshme. E kemi ditë domethënë nga fillimi i këtij edicioni që Mimoza në farë forme është njëra prej konkurrenteve më të spikatuna. Po ka qenë, ndoshta mund me thonë që ka qenë njëri pej spektakleve, do me thonë më të mira që ka kriju, ose pej reality show që më të mira ka kriju deri me sot Ferma VIP, do me thonë se flasim shtu, do me thonë kjo edicioni Ferma VIP ka qenë njëri prej me spektakularëve dhe më interesante. Çka e ka bo ma spektakularë ose më interesant për dallim prej dy edicioneve të kaluara? Arsyeja ka qenë që kosti ka qenë pak sa më i përzgjedhur, do të thotë ka pas përpos, domethënë tyne yjeve TikTokit, influencerëve, njerëzve më të ri, domethënë kemi pasur edhe një kast më ndryshe. Një kast që ka qenë ndoshta më i formuar, më i kulluar artistikisht, duke përfshi, domethënë se na kur flasim për Mimoza Ahmetin, na flasim për një poete, një intelektuale, një shkrimtare e cila tashmë është veç e dëshmuar, një shkrimtare e cila ka thyer edhe barrierat kohës, domethënë nuk është njëra prej atyre shkrimtareve që ka punu brenda rregullave, edhe gjatë kohës e Enver Hoxhës, librat e saj me poezi edhe sot, domethënë vlerësohen shumë lart, edhe kanë atë potencial, edhe shihet ajo aura i potenciali i saj intelektual që e ka bo më ndryshe Fermen Web. Mandej kemi pasur Ilir Shaqirin, si pak a shumë ne e njohim si personazh edhe nga Big Brother, i cili ka pas atë aurën, edhe pashtu atë aurën e tine, ironinë e tine, paksa edhe atë cinizmin e tine që e ka tregu, do me thonë edhe në Ferma Web, përpos që e ka tregu edhe në Big Brother. Soni Mare, po ashtu ka qenë një prurje interesant. Mirë, po gjithë ta unë e mendoj se këta i kanë dhënë publikut shumë gjana, dhe unë e mendoj që e kanë shfrytzu pak a shumë për njëri kujtesë të gjeneratat më të vjetra, do me thonë një rikthim për neve të moshës mesme. Mirë, po unë mendoj që ma shumë frutet e Ferma Web do t'i korrin, do me thonë ata matrit, edhe pse kanë dalë shumë herës, si Adioni, Greta, shumë tjerë, do me thonë se të kanë hy aty edhe e kanë, si them, e kanë marrë atë tashme famën dhe e kanë marrë frytet e Ferma VIP. Pavarësisht se ata nuk ishin gjendje. Kjo fitoria e Mozës, mendon se si e vlerëson faktin që Mimoza Ahmeti doli fituese, pavarësisht që kemi pasur edhe Sonin, edhe Ilir Shaqirin, edhe banorët e tjerë cilët kanë qenë po ashtu të preferuar prej publikut, a? Po, unë e thash edhe në fillim, do të thonë Moza është momentin si ka hy Moza dhe momentin si e ka tregu jo kompleksitetin e saj, do të thotë momentin kur Mimoza me njëherë, do me thonë, e ka tregu atë, e ka tregu, si të themi, qiltërsinë e saj, intelektualitetin e saj, batutat e saj, sjelljen e saj brenda shtëpisë, krijimi me njëherë i memeve. Besoj që kjo ka qenë një strategji shumë e mirë e saj, sepse vetëm kështu e ka pa që mund të arrijnë që ta ketë, do me thonë, që ta arrijnë fitoren,
sepse po flasim për një person që i ka 63 vjetë, ndoshta të harrum pej shoqërisë, pej politikës, pej Ministrisë Kulturës dhe gjithë të tjerëve. Dhe ajo e ka analizu dhe kjo është arsyeja se pse mendoj se edhe ajo ka marrë pjesë aty. Ka marrë pjesë që të tregoj një anë tjetër të cilën nuk e kemi pa. Dhe publiku realisht e ka deshtë ata. Dhe kjo është arsyeja pse ka fitu. Pavarësisht do të thotë se aty ka pas kes. Mirë, Ardian, unë dua që të qëndrosh në linjë, sepse dua të lidhem ndërkohë edhe me gazetaren Shqipe Kogja, dua ta marrë një mendim edhe nga Shqipja. Mirë mëngjesi Shqipe, nëse po më dëgjon? Mirë, më duket që linja është ndërprej. Ardian, dua të kthejmë përsëri te ti. Edhe Sa shumë. Vazhdojmë. Mirë mëngjesi Shqipe. Se ndërkohë të jemi duke pas pak të loashe prej lidhjes në lidhje. Nëse po më dëgjon Shqipe, e ke po finalen e mbrëmshme, si e vlerëson fitoren e Mozës? O Shqipe, moj, po ku je o Shqipe? Oke, tash ku ju dëgjoj, E ku je kështu, më duket që interneti nuk e ke bash të mirë, me gjithatë e rëndësishme është që tash jemi direkt. Shqipe, unë edhe para prakish e bëra pyetjen tash, ke pas mundësi me pa finalen e mbrëmshme, si e vlerëson fitoren e Mimoza Ahmetit? Do shta ka qenë prej banorëve favorite atë, për gjatë krejt këtij spektakli? Po, në fakt nuk ka qenë veç prej banorëve favorite, ka qenë prej pjesës më të madhe të publikut që kanë përcjell këtë format. Edhe mundemi me thonë shlirë, të i pa dhe reagimet, edhe ka qenë favorite edhe e stafit aty, e opinionistëve, po besoj që edhe një pjesë të madhe të produksionit. Krejt kjo për shkak që Moza si rol herë ka vërtetu se nuk duhet as me pas me qenë e reja, as me pas një dukje të bukur, as me qenë njezetat, modele, ose ftyrë publike më shumë, për me të fitu një format të tillë. Moza ka vërtetu që dikush në mosh, mundemi me thonë shlirë, do me thonë pas 40-ave, jo ndoshta me ndonjë skandal në karrierën e saj, ka arrit me u pëlqy kaq shumë për personalitetin që ka pas, edhe lojën që ka bë brenda shtëpisë, brenda firmës në këtë rast. Mirë po, finalistët tjerë ke parë si gjykon prej këndit tënd si gazetare, krejt lojën e tyre deri tek finalja e mbrëmshme? Po, kam arrit me i pa, mu personalisht ndoshta për shkak të karakterit pak më ndryshëm, ka pëlqyer shumë edhe Soni Malaj në lojën e saj. Përveç Sonit, dikush ndonë se ka pas merituar ndoshta finalen aty, po që po duket pak kështu e përsëritur është Iliri, nuk i dija kam thonë ma herët, po më duket që është mjaftueshëm Iliri në për spektaklet të tillë, kështu që po besoj që është koha që me u mirë me diçka tjetër edhe mos me pa më në 24 orë brenda me sfida të ndryshme, në shtëpi të ndryshme, ndoshta në firma të ndryshme, po thjesht është bë diçka për neve, ndoshta publikun e dikush e përcjell më gjatë, është bë monotone Iliri në formate të tilla. Kështu që po mendon që po përsëritën personazhe të tilla. Fakti që prape kemi Ilirin, e kemi pasur edhe në Big Brother VIP në kohën sa ka qenë në moderim Arbana Osmani, ndërkohë e patëm përsëri edhe tek firma VIP. Po që çfarë thonë? Ko çfarë ndoshta. Kjo është ndoshta arsyeja e tij, një arsye tjetër është nuk është shumë e lehtë edhe për produksionin me gjetë fytyra publike që me u fut. Për çka është me u dorë Turqit në fakt kësaj radhe firma VIP, për shkak që personalisht kam pëlqyer gati se pjesa 80-90% e fermerëve që kanë qenë, mu personalisht personazhet më kanë pëlqyer zakonisht shumë. Edhe kjo është arsyeja, pra ajo është shumë e vështirë me gjetë fytyra publike që pranojnë të futen brenda një firme dhe të kenë këto sfida që i kanë pas si fermer të vegjël, mundemi me thonë. Si e ke vlerësu lojën e Sonit që nga fillimi deri tek nota e mbrëmshme? Nuk e di, Sonin unë e shoh si dikush që ndoshta nuk ish mujt me përballu brenda formatit Big Brother VIP, nuk e di pse. Janë
gati se një koncept i njëjtë, po zakonisht lojra që bëhen edhe banor që përzgjedhen brenda Bigot janë krejtësisht ndryshe dhe nuk po besoj që Sony e kishte lënë veten me ardh, ndoshta deri në diskutime që zakonisht i shohim në çdo edicion të Bigot. Kështu që për Sony ka qenë e përshtatshme si format, thjesht po shpresoj që krejt kjo vëmendi që ka marrë, ka me zgju që ndoshta me u kthy prap më shumë aktive me qenë me projekte muzikore. Ndërkohë, edhe në portale edhe në media online e kemi pa që është flit për një befasi të mundshme nga Flori Mumajesi për Sony Mualaj. Pse nuk ndodhi, çka ndodhi, pse nuk ishte Flori, apo po flas do herë sipas perspektivës tonë si gazetare. Po ndoshta për shkak të gjendjes që Flori ka momentalisht edhe krejt situata që i ka për ti, nuk po besoj që është e duhur me dalë në një emision, në një format i cili po ndiqej edhe ndiqej mbrëm nga mira njerëz. Kështu që ndoshta ka qenë zgjedhja e tij, nuk po besoj që s'ka marrë ftesë. Jam shumë i sigurt që ka marrë ftesë dhe jam shumë i sigurt që edhe është duke i përcjellë se sa shumë njerëzit e kanë përfolur dhe e kanë pëlqyer se çka ka bërë personin. Kështu që jam shumë i sigurt që ka qenë thjesht zgjedhja e tij dhe ka vendosur që ndoshta kësaj radhe ka bërë diçka personi, kështu që po besoj që ka qenë bukur me bë edhe mbrapa kamerave. Mirë, në Shqipet faleminderit shumë për këtë lidhje direkte dhe për krejt ato që ka i ndave me neve. Është kënaqësi të zëherë të lidhemi kështu direkt në këtë mëngjes të bukur. Faleminderit shumë, kënaqësi, kërkoj falje për problemet teknike. Jo, s'ka problem. E natyrshme, sigurisht. Mirë, themi tek Jasiçi. Jasiçi, nëse po më dëgjon, uroj që Jasiçi nuk na ka ndal telefonin, a? Jo, absolut. Ardian, unë se herë po të referohem Jasiçi herë Ardiani. Cilin e ke kështu ma favorit? Ku në Firma Vip? Isha duke pyetur për emër, megjithatë kthehemi tek Firma Vip. Unë edhe me shipe në fakt pyeta thash. Në media online ka qarkulluar një lajm që mund të jetë një befasi e mundshme nga Flori Mumajesi për Sony Mualaj, gjë e cila nuk ndodhi. Nuk e di, domethënë Flori është një prej aty në kompozitorëve, producentëve më të mirë që ka pas Shqipëria, do thotë 20 viteve të fundit, nuk e kam kuptuar dhe ende nuk e kuptoj këtë tërheqjen e Florit, domethënë nga muzika dhe nga prodhimi i muzikës. Ndoshta kjo tërheqje ka bërë që ai as mos shfaqet publik dhe nuk dëshiron që në rastin konkret që të shfaqet as tek Sony, as tek dikush tjetër. Mendoj që kjo ka qenë arsyeja pse ai as nuk ka qenë aty. Do të thotë shoh si një tërheqje tine totale nga muzika. Jo nga muzika, por nga jeta e showbizit, e celebrity etj. Ai ndoshta tentoi që me atë befasin që ja boni për drona Sonit, me drona Sonit, ta rishfaqe dhe herë dhe të kthehet një skenë të tregoj një shenjë. Mirë, po është kjo është sigurt kur themi që ka qenë një befasi nga Flori Mumajesi për Sony Mualaj? Po, me që ai as nuk e ka refuzuar dhe as nuk e ka pohu, atëherë kemi të bëjmë, do të thotë mund 90% jemi sigur, shumica edhe kolegëve të mi që kemi diskutuar më ta shpeshherë, jemi sigur se pak a shumë ajo befasi ka qenë nga Flori. Përfshi, domethënë, kanga përfshi, do të thotë emri kangës përfshi edhe mënyra surprizës dhe gjitha tjera. Pra, me një farë forma ai si duket tentoi, po me një herë u kthyn atë farë guaskën e tij dhe nuk dëshiroi më që të dalë, domethënë që të shpërfaqet prapë në publik dhe të përflitet qoftë për lidhjet e tij, qoftë për muzikën e tij e tjerë. Megjithatë, për krejt informacioneve që ke si gazetar, pse është kjo tërheqje e Flori Mumajesit nga skena muzikore, nga rrjetet sociale, nga publiku, nga gjithçka? Paga shumë, domethënë dihet, domethënë pas atij skandali që ndodhi me Elvanën, kujtoj para 3-4 viteve, nuk jam i sigurt. Domethënë, pas asaj kohë ne kemi parë një Flori i cili është tërheq, një Flori që nuk është treguar, domethënë shumë as komunikues, as me artistë, ta i ka bashkëpunuar, siç është Fifi, plot
artistë tjerë që do të kanë bashkëpunu me studion e tij. Ndoshta ata kanë kontaktet me ta, mirë po realisht edhe artistët që të kanë qenë shumë afër Florit, do të thotë janë shumë të rezervuar në gjithçka që ata flasin për ta, për jetën private, domethënë pas atij rasti që kanë faktikisht në rrjetet sociale, në media qarkullojnë lajme të ndryshme, arsye të ndryshme, mirë, po asnjëherë nuk e dim një arsye të saktë. Ose nuk dim as ku është, as çka bën, as kur gjë. Ai vazhdon që të jetë një anë pej artistëve me të komentuar skenën son, mirë po enigma e tij vazhdon të mbetet ende prezente, do të thotë si në media, si pavarësisht hipotezave ndryshme që ne mund t'i kem, pavarësisht që asaj që ne themi, ne prapë mendojmë që Flori Mumajesi, domethënë vazhdon që të jetë një mister për gjithçka që ka ndodhur rreth tij, domethënë pas atij skandali. Mirë, Ardian, kthehemi edhe një herë tek firma Vep edhe tek më saktësisht tek Bujaka. Ka qenë shumë favorit nga publiku, ndërkohë si finalist doli i pari. Po, Bujaka, edhe unë jam çudit sepse Bujaka ishte i pari që u eliminutje, do thotë nga firma Vep. Për mua afërsia e Bujakës, vizita fëmijëve të tij, domethënë që ju bë si surprizë. Këto kanë qenë disa momente që të kanë rritë Bujakën në firma Vep. Domethënë e kanë shndruar në Bujakën në një lojtar. Mandej, siç thash, qëndrimi afër Mimozës e ka bërë prapë veten, sepse ai ka qenë ndoshta aleati i vetëm i Mozës, domethënë në lojën që është bërë. Madje ai i është dalë kundër edhe Graces, edhe Adionit, edhe gjithçka, domethënë. Që unë mendoj se ka qenë një strategji e mirë menduar me tine, duke pas faktin që edhe ka hyrë me duket një 2 javë ose 3 javë pas, e ka ditë pak a shumë, domethënë se si është gjendja jashtë shtëpisë. Ne kemi pa që fëmijët e tij kanë qenë po ashtu edhe adhurues të Mimozës, pra gjithçka që ka ndodhur rreth Bujakut është sjellë dhe ai ka ndjek një strategji shumë mirë. Ajo çka me çudit është se doli i pari, unë kam menduar që minimumi do të deli treti, ose do të del, domethënë pas Elvisit, domethënë aktorit. Mirë po, mendoj që megjithatë mendoj që ndonjëherë këtu spektaklet ose këtu janë pak edhe çështje skenari, çështje edhe prestigji, sepse ne njohim se Elvisi është njëri prej aktorëve më të mirë të komedisë Shqipëri. Dhe por njëjtë edhe Soni, edhe Iliri, edhe nëse flasim shtu artistikisht, ata vlerësohen shumë shqipni. Pra edhe Visi, edhe Soni, dhe sigurisht edhe nëse ka pas edhe Iliri, po ashtu. Sigurisht edhe nëse ka pas Bujaka vota ma shumë, domethënë për çështje spektakli edhe për çështje prestigji e emri, atë sigurisht që ka dalë i pensi. Ardian, nga krejt kasti e banorëve që kanë qenë, duke pa dinamikat e tyne, simpatin e publikut ndaj tyre, si e sheh? Ka pas në njëni mundësi që me ja rreziku fitoren Mozës? Apo Moza ka mbet ajo favoritja prej javës të parë që na i mur zemrat e krejtve, po ashtu edhe të artistëve, e deri tek nata e mbrëmshme? Pikërisht këtu, unë kisha me thonë, sepse si thash edhe më përpara, kasti firma Vep është ma shkurt, domethënë me ditë, nuk është super Big Brother me 110 ditë, 120 ditë. Unë mendoj se nëse Gresa dhe nëse Adioni do të kishin tregu pak, edhe Fabiola të njëjtën kohë, do të kishin tregu pak durim dhe do të kishin përdorur një strategji pak sa më të mirë, domethënë jo në atë vetëm me sulme, vetëm me ofendime, vetëm me edhe me përplasje fizike, do thotë edhe gjitha këto, dhe nëse do të kishin nerva dhe do të kishin asë, besoj që sot do të ishin finale. Dhe me kohën besoj që gjatë ditëve
kishin mujtë edhe t'ja rrezikojnë e fitoren e Mimozës. Mirë, po nuk e kuptoj as Grejsen, as Fabiolen edhe as Adionin, sepse fillun më botë preferum të publikut dhe Arsenalin kur është dosh që ta shfaqin, domethënë ndoshta në fund dhe mas analizës përgjithshme të lojës ta shohin si ku janë pikat e dobta të Mozës, aty ta përdorin dhe ta fillojnë sulmin ndaj saj, ata zgjodhen që këtë sulm ta bojnë qysh, domethënë në fillim. Dhe kjo domethënë unë mendoj që i dëmtoi ata dhe kjo është arsyeja pse ata do fillun dalin jashtë, sepse është shumë interesant se jo vetëm publiku në Kosovë, po më shqiptar, po edhe në reality show tjerë. Shumica e këtyne personazheve, publiku, nuk i dënë personat që dhe janë arrogant ose agresiv e tjerë. Aqma ti mund t'jesh edhe antagonist, po edhe antagonistat një farforme pëlqehen. Mirë, po në rastin konkret ne kemi bojmë me vetëm me antagonista, po kemi bojmë me personat që dhe përdoshin fjalë fyse, fjalë denigruese, për një intelektuale e cila i ka darë përballë një sistemi komunist, edhe që ne që kemi përjetu paka shumë edhe sistemi komunist e dim, dhe më thonë vujtjet, se që ka përjetu Mimoza Ahmeti dhe sigurisht që gjenerata edhe Mimozës edhe mesë moshës, dhe më thonë mbi 40 vjeç, nuk mund t'ja tolerojnë as Adionit, as Grejsis, apo dikuj tjetër që të bëjë këso lloj fyrje ndaj një intelektuale e them, na kur shohim Mimozën duhet me kuptu sepse Mimoza nuk është as këngëtare, nuk është as këngëtare showbizit, as domethënë një celebrity. Ajo është një poete, një intelektuale e cila mendoj që ka zgjedhur që për të rikthyer në skenë për shkaqe financiare e tjera të dalë në një show dhe me këso gjana ti nuk mund ta mposhtësh ato dhe ajo e ruan të qetësinë pavarësisht shkyrjeve që kishte, e ruan të qetësinë dhe sot ajo fitoi kurse ata më thonë një farforme dolen edhe si kokë ulur për gjithçka, domethënë çka ndodhi atje. Mirë, Ardian, sigurisht që ne kishim vazhdu akoma se ndërkohë na ka ik pak kështu. Kamera. Mirë, Ardian, unë të falenderoj shumë. Ne sigurisht që kishim vazhdu akoma diskutimin saj për këtë krejt zhvillimeve që ka ndodhë për gjatë këtyre muajve në fermave. Unë të falenderoj edhe uroj që herën tjetër të kemi këtu në studio dhe të flasim më gjithsesi, pse jo edhe për na i temë tjetër të showbizit. Jo, falenderoj. Falenderit ty gjithashtu, ndërkaq ne të